Njëjtë edhe Sulejmani a.s. ishte mbret dhe kishte fuqi t'jashtëzakonshme, sepse kishte në sundim jo vetëm njerëzit, po edhe kafshë, edhe shpenzë, po madje edhe gjindë. E tani erdhi një moment që ata që kishte rreth e përqark vetes ti testoje kush prej tyre ka fuqi me krye një punë më shpejt. Cila është ajo punë? Në Yemen, a ky ishte në Palestinë. Në Yemen, domosdoshmë 2500 kilometra larg Palestinës, ishte një mbretëresh e cila kishte bën një shtet të fortë dhe kishte një ushtri të madhe edhe nuk u nënshtrojke. E Sulejmani a.s. do i kemi tregu asaj edhe Parisë vetë se Sulejmani a.s. është më i fortë se ajo. Për shumë arsye. E para se është pejgamberi i Allahut, e dyta se është mbret, e treta se ka fuqi t'jashtëzakonshme që se ka askush prej njerëzve deri në atë kohë. E i tha atyre që kishte përreth, masi ajo nuk bindet vetvetiu, poronin atë karikën e madhe kurin mbretnesha, kush ka mundësi me ma pru muë tonë në Palestinë. E përmen Allahu Gjelal këtë në surën e Neml, ajeti 38-39, Kale ja ejuhel meleu ejukum jetini bi arshiha kable en jetuni muslimin. Kush ka mundësi pi rrethit nga të afërt me ma pru fronin e saj, para se me ata me pranu islamin, ose para se me udorzu. Kale i fritu min el gjinni ana atike bihi kable en të kume min mekamik. Njeri prej gjindve që kishte në shërbim e që ishte maj zoti, maj afti, maj shkafti. Edhe kjo fjala i frit për këti ajetit pranor të përshkrimit për këtë gjindin kanë herë edhe përdorët në si fjalë popullore. Filoni është i frit, i zoti, i shkaf. E i tha kjo i friti, kjo gjini që ishte shumë i shkaf, i tha Sulejmanit a.s. Unë të bi pronin e saj, ma shpejt se sa të i qelë e të i mshelë sytë. Pse? Tha wa inni alehi le kawiyun emin, sepse edhe unë do jem i fort edhe besnik në këtë amanet që kam me marrë. Andaj edhe ky gjini, i zoti i shkaft, i kishte këta dy cilësi, ishte i fuqishëm, po kishte edhe amanet. Se e merr në Yemen edhe e man me fuqinë e tij këtë atë front të asaj dhe e bjerë atë shpejt në Palestinë dhe ja bjerë si amanet Sulejmanit a.s. Na bëhet shumë e qartë se secili njeri të cilin na kemi dëshirë me zgjedh si të parin ton, duhet do mos do mi pas të dy cilësi. Koni fort në zbatimin e vendimeve të veta dhe në realizimin e projekteve të veta dhe në arritjen e qëllimeve të veta. E bën planin edhe ofron, del një aty ma i zoti se ke thot bëhet kjo udhë. Pse bezbohet kjo udhë? Po mund pengon kjo udhë. Po të pengon tyja, ma ketë katunin e nimon. Thot unë e tham zbohet edhe zbohet. E ti kryetari komunës, kryetari katunit, valla se nja prishi. Saj ma i fort se ti. Heq mos re kryetar komune, kryetar katuni, nëse vjen dikush e thot kjo punë zbohet. Pse se unë e tham, po kush je ti, unë jam qytetari i thjesht. E ti ma i fort se unë që kam unë pushtet. E fatkesisht neve na ka ndodhur shpeshherë në për mahallat tona, në për katunet tona, në për vendet tona, që një njeri i rëndomt me dal më i fort se këtë pushteti. Edhe me pengu një projekt i cili është në interes të këtë mahallës, këtë katunit, këtë komunës, pse dikujt t'ja prish rahatlëkun ose interesin ati. E ky njeri zban me kon kryetar komune, as kryetar katuni, as kryetar xhamia, as kryetar organizate, ministër, as kryeministër, sepse nëse çdo kush, çdo herë që ki don me realizu një plan të vetin, del dikush edhe i bërtet edhe thot zbohet edhe e lën, cilin punë ka me sosaj? Asnjë punë. Dhe e dyta, amaneti. Muslimant përpara, kur i qeshin guvernator, udhëheqës të zonave, si me thonë, kush ka qenë Jugosllavi, e din, Jugoslavia ka qenë e përbërë prej 6 republikave, kryetar të republikave, ose ta Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë domethënë 50 e sa shtete, edhe çdo shtet e ka kryetarin e vet, andaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Shteti Islam në atë kohë ka ndarë ne çdo me rajone, e ku e ka qenë dikan me qenë guvernator udhëheqës i një rajonit, ata e kanë pas adet me ju thonë banorëve të atij vendit, që kjo është pasuria jeme me cilën kam ardhur, që ki ati që kam shalu, që këtë deve që e përdori, të vend që i kam për më ushqy, edhe që këtë pasuri që kjo është e emja. Nëse kur e sosi mandatin tem këtu, dal me pasuri shumë ma shumë se kjo, ta dini se amanetin se kam qunë vend. Ta dini se kam keq përdor detyrën. E nëse e marim na këtë rregull të këtyre kryetarëve musliman përpara që kanë qenë, me krahasu me atë që ndodh sot, nuk di kush pëton, kush del tamam.